kontrollorët grek të trafikut ajror kanë planifikuar një grevë 24 orëshe të thirrur nga Federata e Punonjësve të Sektorit Publik. Në 9 prill, ADEDI kërkon rikthimin e pagave bonus për pushimet, rritje të pagave reale dhe masa për të luftuar krizën e strehimit në Greqi. Fatkeqësisht, kontrolli i trafikut ajror në Greqi është në një situatë të keqe pasi ne kemi mungesë të personelit dhe probleme me pajisjet, të cilat shkaktojnë shumë vonesa në vitet e fundit dhe do të shkaktojnë shumë edhe këtë vit, tha shoqata e kontrollëve të trafikut ajror të Greqisë për The Independent. Në të njëjtën ditë me grevën në Greqi, vjen edhe ndërprerja e fluturimeve në Itali, duke përkeqësuar potencialisht ndërprerjen e udhëtimeve në të gjithë kontinentin. Stjuardesat e EasyJet të lidhura me sindikatat italiane kanë planifikuar të bëjnë grevë më 9 prill nga ora 10:30 deri në orën 2:30. Ne dëshirojmë të sigurojmë klientët se po bëjmë gjithçka që është e mundur për të minimizuar çdo ndërprerje si rezultat i aksionit të grevës dhe nëse ndonjë fluturim do të ndikohet, ne do të kontaktojmë drejt për drejt klientët me opsionet e tyre për të ndihmuar në riorganizimin e planeve të tyre, tha linja ajrore për gazetën britanike. Udhëtarët këshillohet të kontrollojnë rregullisht statusin e fluturimeve dhe të përgatiten për vonesa dhe anullime të mundshme. Këto ndryshime prekin edhe mijëra shqiptarë të cilët çdo ditë udhtojnë nga aeroporti i Irinasit në drejtim të Greqisë, e po ashtu edhe ata nga Italia.